Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mos ja lejojë Serbisë amnistimin e pjesëtarëve të grupit terrorist që kryen sulmin në Bajnsk 2 vjet më parë. Në fjalën e tij në samitin e procesit të Berlinit, Kurti ka thënë se amnistia nxit inkursione të reja. Sulmi terrorist në Bajnsk nuk mund të injorohet. Milan Radojčić ka pranuar përgjegjësinë, megjithatë drejtësia ende nuk është vënë në vend. Fqinji ton armiqësor në veri nuk duhet i lejohet të veprojë me pandëshkueshmëri, pasi kjo nxit inkursione të reja dhe dërgon një sinjal të rrezikshëm se sulmet ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës mund të mbeten të pandëshkuara. Mesazhin e dha para kryeministrit britanik, kancelarit gjerman dhe liderëve të 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në samitin e organizuar në Londër, Kurti u ka thënë se nuk duhet lënë vakum për ndikim rus apo kinez në Evropë. Ai ka theksuar se Evropës i duhet unitet i mjaftueshëm dhe i qëndrueshëm për të përballur me presionet nga jashtë, e për këtë ka kërkuar ndihmën e Britanisë së Madhe për antarësim në NATO. Sot kur kemi luftë në Evropë si pasojë e agresionit rus në Ukrainë, Londra mund të ndihmojë shumë duke mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor që duan të bashkohen NATO-s, duke mbyllur kështu këtë boshllëk të rrezikshëm të sigurisë. Ne kemi qëllime të përbashkëta dhe vlera të përbashkëta dhe nuk kemi alternativë tjetër përveç antarësimit në BE dhe NATO. Këto duhen parë si pika të forta. Në Londër, kryeministri në detyrë ka folur për përparimet që ka thënë se Kosova i ka bërë në treguesit demokratik, ekonomik e të sigurisë. Aty ka thënë se shteti mbështet tregun e përbashkët rajonal dhe agjendën e gjelbër, si korniza për zhvillim të qëndrueshëm, e ka kërkuar më shumë financim për projektet infrastrukturore. Në samitin e procesit të Berlinit, i 12 me radhë që nga 2014 është diskutuar për paqen dhe stabilitetin në rajon, për luftën kundër krimit të organizuar, bashkëpunimin ekonomik e ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Procesi i Berlinit i nisur nga qeveria gjermane synon të nxjisë bashkëpunimin midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të përshpejtojë rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian.